Në tregun e Pogradecit së fundmi ka nisur tregtohet gështenja e prodhuar në kodrat përreth qytetit. Kryesisht sasia më e madhe e frutit të gështenjës vjen nga fshati i cili ka të njëjtin emër, pra fshati Gështenjas. Aktualisht 1 kilogram gështenja në tregun me shumicë variojnë nga 200 deri në 300 lekë. Kjo për shkak të kushteve atmosferike të cilat këtë vit ulën prodhimin e tyre. Ne duam që shtetit na ndihmojë të na japi një letër, një dokument që neve të fillojmë të ruajmë, siç kanë qenë me tapit e vitra, ashtu të shfrytëzojmë prapë. Tregu nuk mungon për banorët të cilët vijojnë të mbledhin ende nga mali gështenjën vendase të pakultivuar, por problematikat ndër të tjera shohin dëmtimin dhe prerjen e pemëve në mal. Për këtë arsye, banorët kërkojnë që tokat të ndahen nga shteti sipas tapive të vjetra për të pasur akses më të madh në mbrojtjen dhe përkujdesjen ndaj pyllit. Si vjet është shpin për arsye se nuk ka pradhim. Kjo ndodh nga moti, nga mos pastrimi, se gështenja do të pastruar, duhet rregulluar, do të mbati të ketë një distancë nga tjetra, të priten shkurët. Në rrethin e Pogradecit, i cili njihet si një ndër zonat me sipërfaqen më të madhe të gështenjës së pakultivuar, numërohet një sipërfaqe prej 700 hektar pyjesh të gështenjës, 600 prej të cilave pjesë e zonave të mbrojtura. Ndërkohë nga viti në vit çmimi ka ardhur në rritje për shkak edhe të uljes së prodhimit, ndërsa nëse krahasojmë çmimin me vitin e shkuar, këtë vit 1 kilogram gështenjë kushton 50 deri 70 lekë më tepër.